Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotët. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, në familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Ndodhemi në ditën e 9 të muajit Muharram. Për ditën e sotme do të flas rreth temës dashuria e Imam Husajnit paqja qoftë mbi të për namazin, Kuranin dhe duan. Imam Husajni, nipi të dërguarit të Allahut, të profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, është një nga figurat më të ndritura të historisë islame. Kur përmendet emri i tij, shumica e njerëzve kujtojnë menjëherë sakrificën e madhe të Kerbelas, trimërinë e tij përballë padrejtësisë dhe qëndrimin e palëkundur në mbrojtje të së vërtetës. Megjithatë, madhështia e Imam Husajnit, paqja qoftë mbi ta, nuk qëndronte vetëm në heroizmin e tij në fushën e betejës, por dhe në lidhjen e tij të thellë me Allahun e plotfuqishëm. Kjo lidhje manifestohej në mënyrë të veçantë përmes dashurisë së tij për namazin, për Kuranin dhe për duan. Jeta e Imam Husajnit, paqja qoftë mbi ta, ishte një shembull i gjallë i adhurimit të sinqertë. Ai e shihte namazin jo si një detyrim të zakonshëm, por si takimin më të bukur dhe më të dashur me krijuesin. Zemra e tij gjente qetësi vetëm kur qëndronte para Allahut. Namazi ishte forca që e ushqinte shpirtin e tij, ishte burimi i durimit dhe sekreti i qëndrueshmërisë së tij në sprovat më të mëdha. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim: lexo atë që të është shpallur nga libri dhe fale namazin. Vërtet, namazi të largon nga shturja dhe e keqja. Ajeti 45 i surës Ankebut. Pra ky ajet pasqyronte në mënyrë të përsosur jetën e këtij imami, sepse namazi i tij nuk ishte vetëm një veprim fizik, zbrit në rukue, zbrit në sejdë, ktheu përsëri në këmbë e shumë të tjera. Por, namazi i Imam Husajnit, paqja qoftë mbi të, përveç anës fizike, ishte dhe shkollë edukime shpirtërore që e ngrinte vazhdimisht drejt përsosmërisë. Ai ishte edukuar në shtëpinë e shpalljes, në prehrin e profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Ishte rritur në prehrin e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, në prehrin e Fatimatus Zahra, paqja qoftë mbi të cilët e kishin mësuar se adhurimi është çelësi i afërsisë me Zotin e gjithësisë. Dashuria e Imam Husajnit për namazin u shfaq në mënyrën më të mrekullueshme gjatë ditës së Ashuras. Edhe pse i rrethuar nga mira armiq, edhe pse kishte humbur shumë nga shokët dhe familjarët e tij, ai nuk e harroi asnjë çast obligimin dhe kënaqësinë e namazit. Kur erdhi koha e namazit të drekës në fushën e Kerbelas, ai kërkoi që namazi të falej në kohën e tij. Transmetohet se kur njëri nga shokët i kujtoi kohën e namazit Imam Husajnit, ai ngriti kokën drejt qiellit dhe tha: "Na kujtove namazin. Allahu të brëft prej atyre që e kujtojnë dhe ruajnë namazin." Më pas imami e fali namazin në shiun e shigjetave, ndërsa disa prej shokëve të tij sakrifikuan jetën e tyre për të qëndruar përpara tij për ta mbrojtur këtë imam gjatë faljes së namazit. Ky moment mbetet një nga skenat më madhështore të historisë islame. Ai dëshmon se për Imam Husajnin, paqja qoftë mbi të, edhe në momentet më të vështira të jetës së tij, lidhja me Allahun ishte gjithçka për të. Ashtu siç e donte namazin, Imam Husajni kishte një dashuri të jashtëzakonshme dhe për fjalën e Allahut të madhëruar. Kurani ishte udhërofyesi i jetës së tij, drita që ndriçonte rrugën e tij dhe burimi nga i cili merrte urtësi dhe forcë. Ai ishte biri një familjeje
që jetonte me Kuranin, që e kuptonte thellësisht mesazhin e tij dhe që e zbatonte atë në çdo aspekt të jetës. Të mos harrojmë që Imam Huseini paqja qoftë mbi të, është nipi i të dërguarit të Allahut, i profetit Muhammed, që ndryshe njihet dhe si Kurani. Folës. Allahu thot, Bismillahirrahmanirrahim. Ky është një libër që ta kemi zbritur ty, i bekuar që njerëzit të meditojnë mbi ajetet e tij dhe që të marrin mësim nga ata që kanë mend. Sure Sad, ajeti 29. Pra Imam Huseini paqja qoftë mbi ta, jo vetëm që e lexonte Kuranin, por meditonte vazhdimisht mbi kuptimet e tij. Ai mishëronte në praktik urdhrat dhe vlerat e librit të Allahut të Madhëruar. Drejtësia e imamit ishte drejtësia e Kuranit. Durimi i tij vinte nga durimi i Kuranit. Sakrifica e tij është sakrifica që frymëzohet nga Kurani, fjala e Zotit të Gjithësisë. Në natën para Ashuras, kur armiku përgatitej për një sulm përfundimtar, Imam Huseini paqja qoftë mbi të kërkoi prej tyre vetëm një natë. Ai nuk e kërkoi këtë kohë për të përgatitur armë apo strategji ushtarake. Përkundrazi, këtë natë ai e shfrytëzoi për të afruar me Allahun xhaleshanuhu dhe më shumë, për të falur namaz, për të lexuar Kur'an dhe për të lutur Allahut të Madhëruar. Imam Huseini paqja qoftë mbi të tha në ato momente: unë e dua namazin për Allahun, leximin e librit të tij dhe lutjen e shumë e kërkimin e faljes gjithashtu. Kjo fjali na zbulon zemrën e Imam Huseinit paqja qoftë mbi ta. Edhe kur e dinte se agimi do të ishte shumë i vështirë për të dhe se ai agim do të sillte martirizimin e tij, ai dëshironte ta kalonte natën në adhurimin e Zotit një të vetëm. Tenda e tij dhe tendat e shokëve të tij u mbushën me zërat e leximit të Kuranit, e tesbihut dhe të lutjeve ndaj Allahut. Historianët përshkruajnë se nga kampi i imamit dëgjohej një murmurim e vazhdueshme si gumëzhima e bletëve, nga që të gjithë ishin të angazhuar në adhurimin e Allahut të Plotfuqishëm. Dashuria për Kuranin nuk ishte vetëm një praktikë individuale për Imam Huseinin, por edhe një mision i tërë shoqëror. Ai u ngrit kundër sulmit dhe sundimit të Jezidit, pikërisht sepse pase në këtë sundim, mësimet e Kuranit po shtrembëroheshin dhe po harroheshin urdhëresat e Zotit të Gjithësisë. Pra ai u çua për të urdhëruar në të mirë dhe për të ndaluar nga e keqja. Revolucioni i Kerbelas ishte në thelb një përpjekje për ta mbrojtur Kuranin nga keqpërdorimi dhe për ta rikthyer shoqërinë islame tek vlerat autentike të shpalljes synore. Një tjetër dimension i jashtëzakonshëm i jetës së Imam Huseinit paqja qoftë mbi të ishte dashuria e tij për duan. Ai ishte një njeri që fliste vazhdimisht me Allahun në çdo gjendje qoftë, në gëzim, në hidhërim, në vështirësi, në qetësi apo në sprov. Ai e mbante zemrën e tij të lidhur me Zotin e Gjithësisë. Allahu i Madhëruar thot në Kuranin e Shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe Zoti juaj ka thënë: më lutni mua e unë do t'ju përgjigjem. Ajeti 60 i surës Ghafir. Pra Imam Huseini paqja qoftë mbi ta e kuptonte se duaja është arma e besimtarit dhe ura që ai lidh robën me Zotin e tij. Një nga trashëgimitë më të çmuara që solli ky imam dhe që i ka lënë këtij ummeti është duaja e ditës së Arafatit. Kjo dua madhështore e lexuar në ditën e Arafatit konsiderohet si një nga tekstet më të thella të spiritualitetit islam. Në këtë lutje, Imam Huseini shpreh falënderimin e tij ndaj Allahut për çdo begati që i është dhënë njeriut, që nga krijimi në barkun e nënës e derisa është rritur dhe deri tek udhëzimi e drejt besimit. Çdo fjali e saj në këtij duaje pasqyron njohjen e thellë të Allahut dhe për ulësinë e një robi që e sheh veten gjithmonë nevojtar për mëshirën hynore. Në një pjesë ai thot: O Zoti im, çfarë ka humbur ai që të ka gjetur ty? Dhe çfarë ka gjetur ai që të ka humbur ty? Këto fjalë përmbledhin gjithë filozofinë e jetës së Imam Huseinit paqja qoftë mbi ta. Ai e dinte se pasuria e vërtet nuk është në këtë botë, por në afërsinë me Allahun e Plotfuqishëm. Prandaj ai ishte i gatshëm të sakrifikonte gjithçka për hir të tij. Kur analizojmë jetën e Imam Huseinit paqja qoftë mbi ta,
kuptojmë se sekreti i madhështisë së tij qëndronte në lidhjen e pandërprerë që kishte me Allahun. Namazja e tij i jepte forcë, Kurani i jepte udhëzim në udhën e tij dhe duaja i jepte qetësi shpirtit. Këto tre shtylla e formuan personalitetin e tij dhe e përgatitën për misionin e madh të Kerbelas. Në kohën tonë, ka shumë njerëz që kërkojnë qetësi shpirtërore, kërkojnë lumturi dhe siguri në jetë. Dhe jeta e Imam Husajnit na ofron një mësim shumë të vyer për këto që ne kërkojmë. Ai na mëson se zemra nuk gjen prehje në pasuri, në famë apo pushtet, por në përmendjen e Zotit të gjithësisë. Namazi, leximi i Kuranit dhe duaja janë burimet më të sigurta të dritës shpirtërore dhe të suksesit në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, kur kujtojmë Imam Husajnin paqja qoftë mbi të, nuk duhet të kujtojmë vetëm sakrificën e tij në Kerbela, por të kujtojmë dhe netët e tij të mbushura me namaz, ditët e tij të mbushura dhe të ndritura nga fjala e Allahut xhaleshanuhu nga Kurani dhe lutjet e tij të sinqerta drejtuar Allahut. Vetëm atëherë do të kuptojmë të gjithë ne si ndjekës së këtij imami plotësisht madhështinë e imamit të bekuar, i cili me jetën dhe shembullin e tij vazhdon deri më sot të udhëheqë zemrat e besimtarëve drejt besimit monoteist, Zotin një dhe të vetëm, drejt adhurimit të Allahut xhaleshanuhu, drejt devotshmërisë dhe afërsisë me Allahun e madhëruar. Në këto momente të dashur vëllezër dhe motra, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, duke uruar që rruga jonë të ndriçohet nga rruga e Ehli dhe nga drita e tyre, dhe qofshin për atyre të cilët ndjekin rrugën e Ehli Bejtit e profetit Muhammed, që është rruga e Allahut xhaleshanuhu, derisa të kemi frymë në këtë jetë. Në këto momente të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.